I dërguari i Trumpit mohon se ka propozuar ndarjen e Ukrainës. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për luftën në Ukrainë, Keith Kellogg, mohoi pretendimet se ai kishte propozuar ndarjen e shtetit të Ukrainës. Gazeta britanike The Times raportoi se Kellogg kishte sugjeruar në një bisedë që forcat britanike dhe franceze të merrnin kontrollin mbi perëndimin në Ukrainë si pjesë e forcave për sigurimin e stabilitetit, ndërsa ushtria ruse do të qëndronte në lindje. Thuhet se ai kishte deklaruar se kjo mund të ngjante me ndarjen e Berlinit pas luftës së dytë botërore. Më pas Kellogg reagoi në platformën X duke pohuar se fjalët e tij ishin keq interpretuar. Kemi folur për forca që do mbështesin sovranitetin e Ukrainës pas një armëpushimi. Nuk kam folur për ndarjen e Ukrainës, pohoi ai. Ndryshe as shtëpia e bardhë as skjevi zyrtar nuk e komentuan këtë shkrim të gazetës britanike.